Shikues, mirë mbrëma, ja ku jemi përsëri këtu në podcastin e radhës, në podcastin e Lirisë Okult, në gjuhën shqipe. Para se të fillojmë një bisedë interesante, sigurisht si gjithmonë, me gazetarin simpatik të televizionit në TV Redi Varaku dhe analistin, sidomos për çështjet gjeopolitike, do dëshiroja t'ju kujtoja që të gjithë ju që se keni bërë ende subscribe kanalin, një klik, pa mundim, pa para, me dashuri dhe keni bërë detyrën tuaj ndaj kanalit, për të cilit, ashtu si dhe me shumë kanalet të tjera, ju përfitoni duke marrë dije falas, sepse këtu është vendi i dijeve, ku jepen dijet. Njëkohësisht falenderoj sponsorat e emisionit tonë, të cilët janë përzgjedhur nga ne në fushat të ndryshme të biznesit dhe të shërbimeve. Kushdo që është interesuar për një lloj shërbimi apo për një nga këto sponsorat e emisionit tonë, mund të hyrë në Google dhe të gjej me një mënyrat e komunikimit për të pyetur apo për të interesuar. Ne kemi dhe një numër telefoni të podcastit i cili del të në krahun tonë dhe ku ju mund të lini ndonjë mendim, ndonjë sugjerim për të na ndihmuar me idetë tuaja dhe njëkohësisht për çështje marketingu të gjithë ata që duan të bashkëpunojnë me podcastin ton, mund të shkruajnë SMS në WhatsApp në ky numër që del këtu në krah. Mirë se më ka ardhur Redi, është kënaqësi sa herë që jemi bashkë. Duket sikur ka rënë një çik ai fatmirësisht, ai vrulli i madh i luftës me cilën filloi lufta në lindjen e mesme Izrael me Iranin dhe kundërhyn dhe Shtetet e Bashkuara. Duket që ka një tendencë nga ana e presidentit Trump për të mbyllur konfliktet, ndonjëherë dhe nëpërmjet forcës, por gjithmonë me dëshirën që luftrat të ndërpriten, me sa e kemi parë. Nuk ka një dëshirë prej tij për të hapur vatra të reja lufte, po gjithmonë përpiqet që t'i mbyll ato. Sigurisht lobit që fut është shumë i fortë në Shtetet e Bashkuara dhe do të jenë zgjedhje tash në Kongres dhe në Senat pas një viti për të rifreskuar ajo gjysma e Kongresit dhe Senatit dhe një president pa fuqi në Senat dhe në Kongres është një president, fake president, nuk ka asnjë gjë në dorë. Kështu që Trump, me sa duket, është i kujdesshëm që të mos armiqësohet me ta, por njëkohësisht me mënyrat e tij që ai gjen të përshtatshme, përpiqet të kufizojë njëkohësisht dhe ambicet dhe t'i frenojë ata nga luftrat në lindjen e mesme. Por shpeshherë Trumpi duket sikur thotë vafshin në djallë të gjithë ju ajatollat e lindjes së mesme, kështu keni qenë gjithmonë në luftra, kështu jeni dhe kështu do të mbeteni, çani barkun. Por gjithashtu ai përpiqet që të mos prishet dhe të duket sikur është miku i tyre. Njëkohësisht në ditët që filloi lufta Izrael-Iran, filluan të rrithnin foto të ndryshme nga sipas pretendimeve, sepse sot ka inteligjencë artificiale që mund t'i bëj fotot në një mënyrë të përsosur dhe të mos i kuptosh dot nëse janë origjinale apo jo, por filluan të dilnin sidomos mbas çarjes në qeverinë e Shtetet e Bashkuara me Elon Muskun, filluan të rrithnin disa foto ku akuzohet Trumpi për pedofili në ishullin Epstein. Dhe shumë njerëz mendojnë që ka qenë dhe ky një nga shkaqet, sepse mund të ketë edhe video të tjera, dhe video kanë rrjedhur, por kanë rrjedhur jo shumë komprometuese, me mosha më të mëdha, rreth moshës 18 apo 19 vjeç, me disa femra duke vallëzuar dhe duke flirtuar me to. Dhe menjëherë mbasi dolën këto materiale, Trump ndërhyri megjithëse kishte thënë që 2 javë do t'i lëm Iranit afat për të ulur në tryezën
e bisedimeve dhe për të ndalur ato aventurat, siç i quante Trumpi, të Iranit për të krijuar bombën atomike dhe armët nukleare. Në fakt ka qenë dhe një president tjetër amerikan që e ka pësuar nga këto politika të frenimit dhe të ndalimit mos lejimit të armatosjes. Ky ka qenë presidenti Kennedy, i cili nuk lejonte dhe këmbëngulte me forcë që Izraelit mos bënte armë bërthamore në Dimona, dhe dihet që mbas kësaj këmbëngulje të Kennedit, presidenti Izraelit David Ben Gurion dha dorëheqjen me 63-shin disa muaj para se të vriteshe Kennedy, dhe ku ai pothuajse në një fjalim lamtumire e ka mallkuar hapur Kennedyn dhe i ka kërkuar më të keqen atij, dhe shumë analistë që kanë studiuar jetën e Kennedyt thoni që një nga shkaqet kryesore, përveç konfliktit me Fedin, sa i filloi të prodhonte me kartë monedha qinçe nga Ministria e Financave, jo nga Fedi, duke i marrë Fedit kontrollin mbi dollarin. Dhe si duket, këto të dyja ishin ato që mbushën kupën ku Deep State hyri në miqësi me Kennedyn dhe eliminuan së bashku me shërbimet tjera sekrete. Gjithashtu, Redi, për të bërë një rezume dhe pasaj do fillim të flasim, u mbajt samiti i NATO-s ku Trump shiti si fitore të madhe atë goditjen që ju dhanë atyre 3 bazave, që siç pretendohet se mund të jetë dhe një film e gjitha kjo, që shumë njerëz e shikojnë në mënyrë të çuditshme. Ka deklarata nga CIA të cilët thonë që aktiviteti do vazhdojë sepse nuk ka dëmtime esenciale të atyre fabrikave në thellësi, ndërsa Trump dhe ekipi i tij pretendojnë që ato janë asgjësuar komplet ato impjantet e prodhimit dhe pasurimit të uraniumit. Ndërkohë kam parë një në internet ka qarkulluar një video ku ministri i brendshëm Hagzeth i shkundërvan fuqimisht Netanyahut, duke marrë copat deklaratave të tij që kur bënte thirrje për shkatruar Saddam Husseinin se lindja e mesme do binte në qetësi, ku bënte thirrje më mbrapa të shkatrojmë Gaddafin që të bjerë lindje e mesme në qetësi, më mbrapa bënte thirrje të shkatrojmë Hezbollahun, amerikanëve në Kongres, na ndihmoni të sulmojmë Libanin, që të shkatrojmë Hezbollahun, dhe u mbështet qoftë nga kryeministri britanisë në atë kohë, në 2010 në Kameruni, në mënyrë të pakufizuar për të shkatruar Hezbollahun, por me viktima të mëdha civile. Dhe sot ai është ministri i brendshëm dhe nuk e di kur e ka bërë atë deklarat, po më troqi shumë vëmendjen dhe talleshe me Hekset, ministri i mbrojtjes, sekretari i mbrojtjes. Po, sekretari i mbrojtjes, talleshe me Netanyahu, edhe i kundërviheshe hapur. Theshte, kë do të tërheqësh ti në luftra, ç'punë ato janë luftrat tona. Ç'punë kemi ne amerikanët të vim të merremi me ju. Çani barkun, bëni çfarë doni. Domethënë ka duket sepse ai nuk është përzgjedhur kot nga Trumpi si ministër i mbrojtjes. Se Amerika s'bën asnjëherë luftra, vetëm mbrohet kur sulmojnë të tjerë dhe quhet ministri i mbrojtjes. Në fakt duhet quhetur ministri i luftës. Ministri i mbrojtjes, ministri i sulmit. Dhe është pra një situatë pak komplekse, duket dhe një çik si teatr. Si e shikon Redi këta politikanët sionistë janë shprehur hapur, i mbajnë ato logo dhe simbolet e Izraelit të madh. Ti e shikon një çik sikur ka filluar të projektohet ky krijimi i Izraelit të madh biblik, që këta e kanë si ëndër për ta realizuar me këto shenjat që shikojmë, avancimin drejt Irakut, drejt botës kurde, për të qenë prezent tash aty në hapur në
botën kurde për të nxitur krijimin e shtetit të Kurdistanit, sinjalat i Izraelit dhe kundërshtari Turqisë, që është një nga kundërshtarët më të mëdhenj të Izraelit për politikat e tij në lindjen e mesme dhe për të mos e lejuar Turqinë të afrohet afër burimeve të cilat territori ka kontrolluar për rreth 500 vjet, përjashto Iranin që se ka kontrolluar vetëm një pjesë të vogël të tij, dhe pjesën tjetër nuk e ka kontrolluar, por gjithë Gadishullin Arabik e ka kontrolluar Turqia për 4 shekuj. Dhe Izraeli sot që s'ka ekzistuar në kohën e perandorisë otomane, dhe një nga arsyet pse ra perandoria otomane ishte se s'desh të lejonte krijimin e Izraelit nga lobi financiar i City of London, nga Rothschildët, u shkatrua dhe u fut në luftën e parë botërore duke u asgjësuar si perandori. Pasi filluan luftrat ballkanike që u nxitën nga masoneria dhe nga bankierët, e shikon këtë skenë në një mënyrë të përafërt me mua, apo ke ndonjë këndvështrim tjetër? Unë pa diskutim, nëse vim pastaj tek interpretimi i gjës, se si pastaj projektohet thelbi i problemit, mund vi edhe tek qëndrimi yt, por fillimisht dua t'i ri, domethënë në mënyrën se si interpretohet gjeopolitikisht gjëja, të paktën nga komentator apo strateg amerikan. Dhe unë i nisem, kam bërë madje një rikujtesë edhe për në adresën time në Facebook, një rikujtesë edhe për qytetarët, domethënë për ta riparë situatën globale sot në ndritën e atij që unë shpesh e përmend në këtë emision, që është Zbigniew Brzezinski, që është njeriu emrin e librit të cilit unë e kam bërë pjesë të emisionit, që ka bërë librin Jashtë Ideologu i demokratëve për 30-40 vjet, katoliku më i rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara. I cili ka ndruar jetë ka 3-4 vjet. Thelbi i asaj që thot ai është që kush kontrollon Eurazin, kontrollon botën. Dhe Eurazia në rastin konkret dihet se kush është, po me që dy vatrat kryesore, le të themi, konfliktet kryesore, sot në botë janë Ukraina edhe konflikti në Gaza, apo Izrael që pastaj u materializua në konfliktin Izrael-Iran, janë një, le të themi, është Brzezinski thotë që e gjitha kjo betejë që bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që bëjnë në këtë territor, bëhet për të ruajtur primatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ato territore. Redi, më fal, do të them vetëm një fjali. Në gjeopolitikë gjithmonë ka pasur një mantër që mund ta quajmë: kush zotëron Evropën qendrore, zotëron tokë zemrën. Atlantin. Atlantin. Kush zotëron Atlantin, atë që the ti Euroazin, zotëron ishullin e botës. Kush zotëron ishullin e botës, që është Euroazia, zotëron gjithë botën. Ky është postulati kryesor në gjeopolitikë. Dhe nisur nga kjo, Brzezinski thotë, prandaj bëhet lufta për Ukrainën. Fjala vjen për të bllokuar Rusinë. Sepse thotë që një Rusi pa Ukrainën nuk bëhet kur, le të themi, superfuqi, nuk bëhet kur aktore e rëndësishme globale. Pra, ndaj, thot ai, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë investuar vazhdimisht në Ukrainë për të izoluar pikërisht Rusinë. Ky është thelbi i investimit amerikan në Ukrainë, dhe përpjekja e Rusisë, domethënë për të ulur sot në tavolinën e rendit të ri botëror, është filloi me goditjen e Ukrainës, që është tash një nga faktorët që e mban atë të izoluar, një nga shtetet që e mban, apo një nga fuqitë që e mban Rusinë të izoluar dhe nën kontroll, e pengon atë që të zmadhohet dhe të bëhet superfuqi. Në lindjen e mesme po ndodh e njëjta gjë. Ka një përpjekje për të sfiduar primatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duket se gjatë këtyre viteve, pas viteve 90, duket se është dobësuar shumë roli dhe pozicioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në gjithë këtë që konsiderojmë si Eurazi. Lindja e mesme është gjithashtu një fush betejë ku përplaset,
le të themi, interesat e Rusisë, Kinës dhe Brzezinski thotë dhe një blok islamik, të cilët do të tentojnë ta sfidojnë, le të themi, atë primatin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kështu e lexoj unë gjën. Pastaj se si përkthehet, a Shtetet Bashkuara të Amerikës përdorin Izraelin për të mbajtur në le të themi përdorin Izraelin për të ruajtur primatin e tyre në lidhjen e mesme, kjo pastaj ha debat edhe flasin. Por apo është e kundërta, domethënë Izraeli përdor Shtetet e Bashkuara. E gjitha bëhet për dominim global. Kush është koburja këtu në këtë rast? Dhe për kë shërben? Domethënë koburja është Izraeli dhe i shërben Amerikës. Pastaj këtu hyti pastaj edhe në koburja është Amerika që lufton për të përfituar Izraeli. Ajo që unë them është që e gjitha në Eurozi po zhvillohet një betejë e madhe midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo perëndimit që përfaqësohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Kinës, dhe Iranin e shoh dhe nuk e shoh fakt si një le të themi si ai bloku islamik që do të sfidoj, ai që thot Brzezinski. Përkundrazi, shpesh këtë luftën Iran-Izrael e kam parë me dyshim sepse shërben për të penguar pikërisht dalje në skenë apo ridalje në skenë të atij bloku i cili u shkatërrua me qëllim që në atë rajon të instalohej shteti i Izraelit. Nuk e di a isha i qartë apo jo. Pra këtë lojën Izrael-Iran e kam parë gjithmonë me dyshim, sepse për mua i vetmi blok islamik që mund ta sfidoj realisht primatin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në linjën e mesme është ai blok që u eliminua pasi u vendos dhe u instalua shteti i Izraelit në linjën e mesme. Kështu e kam parë. Pjesa tjetër pastaj për dalë pastaj në lindja e mesme është ndërtuar në atë mënyrë që ato shtetet konsiderohet to kufizimet apo lindja e shteteve në lindjen e mesme konsiderohet si një kufizim i përgjakshëm, që do të thotë që është ndërtuar përmes janë vendosur këto shtete në një mënyrë që sido që të organizohen, aty të mbeten konfliktet gjithmonë. Pra, është ndërtuar në atë mënyrë, është vizatuar në atë mënyrë harta e lindjes mesme, saqë aty kur nuk do të ketë harmoni, nuk do të ketë prosperitet, dhe kjo është arsyeja pse shpesh, domethënë, ka pengesë për eliminimin e asaj që konsiderohet perandoria osmane. Pra ka qenë konsiderohet shpesh nga komentatorë eliminimi i perandorisë osmane si pendesa më e madhe e perëndimit për sa i përket atij rajoni. Kështu që unë kështu e shoh. Ka jetuar në shumë harmoni në atë kohë, për kohën që ka qenë dhe kanë qenë të gjithë të barabartë. Unë kështu e shoh. Këtë luftën Iran-Izrael e shoh pikërisht si një përpjekje për të penguar atë grupin që deri dje sundonte lindjen e mesme ku, domethënë, perandoria osmane dihet pozicionet dhe graviteti që kishte në atë territor. Pjesa tjetër pastaj nuk e di se si mund ta diskutojmë dhe si mund ta futemi në detaje, por thelbi i gjës është primati. Kush dominon lindjen e mesme, kush dominon Eurazin, lindja e forcave të reja si Rusia, Kina, ka bërë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndjehen vështirësi. Dhe janë në vështirësi reale. Dhe kjo dyshimet për eliminimin apo jo të asaj që konsiderohet tre centralet bërthamore të Iranit është në një farë mënyre, domethënë, edhe dyshimi për fuqinë reale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra dobësimi i fuqisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka prodhuar këtë realitet dhe dështimi për të rrëzuar regjimin Iran ose ka lidhje me këtë lojën që ti përmende. Pra, për të ruajtur të drejtën për të rinisur edhe një luftë tjetër, ose ka të bëjë me pafuqinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të çuar deri në fund misionin për rrëzimin e regjimit, sepse tashmë Rusia dhe Kina janë zmadhuar aq shumë, janë bërë aq të rëndësishme saqë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë mundësi reale për ta mundur regjimin e ajatullahëve në Iran. Nuk e mendoj që është kjo. Shiko Redi, kur filloi lufta Izrael-Iran, që filloi sulmi mbi Iranin nga ana e Izraelit,
U eliminuan shumë nga këta liderët e ushtrisë dhe të shkencës që merreshin me pasurimin e uraniumit, por Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kërkuan Izraelit që të mos eliminonte Ajatollahun Khomeinin. Po, e tha dhe Putini, as mos e çoni në përmend eliminimin e Ajatollahut. Pra, kjo janë mesazhe që palet i çojnë njëra tjetrës. Po dhe edhe vetë Trumpi i ka thënë këtyre që të mos preket Ajatollahu. Pra, këta po të deshin e vrisin Ajatollahun. Dhe ndronin regjimin dhe vinin një regjim kukull, ku t'i theshin që kushti kryesor që ne kemi është 1, 2, 3 pika. Kupton, pasaj veç çat duash aty brenda. Po. Dhe mund t'i vinin kushte për çështjet e sigurisë të Izraelit, pra të mos prodhohen armë bërthamore, qeverisë së re. Mund t'i vieshin kushte për naftën, për përfitime ekonomike. Mund t'i vieshin ose mund të mos i vieshin kushte për demokracinë dhe lirit dhe drejtat themelore të njerëzve. Pra, për mënyrën si do ecte dhe do funksiononte shoqëria në aspektet e vullnetit shumicës, të shpresë vullnetit shumicës, pra të funksionojnë zgjedhjet, të jetë një shoqëri e lirë, media e pavarur, të lejohen krijimi i opozitës reale në vend, të krijohen OIF të ndryshme të cilat të kenë mundësi të debatojnë, të hapin çështje të ndryshme, të japin sugjerime qeverisë, siç funksionojnë qeveritë në perëndim. Pra të japin dhe modelin e demokracisë. Por kjo duket se ata nuk ndodhi dhe nuk ju intereson. Dhe tashi pse kjo lloj skeme, në qoftë se kjo nuk do ishte teatr, nuk funksionon nga ana logjike. Vetëm po të ketë qenë teatr funksionon. Pse nuk funksionon? Po mos ishte teatr. Sepse duke lënë në pushtet atë person i cili ka drejtuar gjithë proces konflikti me Izraelin, pra mungesë sigurie për Izraelin, siç e paraqitin këta, me programet e veta për armatosjen me armë nukleare. Si mund ta lesh ti përsëri në pushtet të njëjtën grup njerëzve ose të njëjtin person i cili do krijojë përsëri të njëjtat kauza me rrethin e ri që do të ngrer? Kjo nuk shkon. Ose ty të intereson që ta lesh atë që konflikti të ngelet atje prezent, që Izraeli të ketë mundësi të avancojë akoma dhe më shumë të afrohet Iranit, të vendos baza sigurie, do ta bëjmë atë ajrdom këtu në Eufrat, sepse shikosin na shkatruan Izraelin edhe pra do t'ju jap një alibi në sytë e popujve Izraelit për të filluar dhe për ta ekzekutuar atë procesin e krijimit të gardit të Izraelit të madh në Eufrat nga ana e lindjes. Pastaj ka problemet në Siri, sepse ata duan të marrin gjithë Sirinë ku është përfshirë Turqia sot dhe ju ka hyrë si gjemp atje në këmbë. Dhe pastaj i ngelet Egjipti për t'i marrë Nilin dhe Arabia për t'i marrë pjesën e veriut. Dinastia e Arabëve mbretërore është një dinasti me rrejnë qifute. Dhe ata janë të përkushtuar në këtë aktivitet dhe unë them që do krijohen disa gjëra, kështu disa fiction dhe ata do t'ja lejojnë gjithë ato shkretëtirat që pretendon t'ja marrë Izraeli në veri perëndim, në veri dhe në veri perëndim të Arabisë Saudite të sotme. Mbas këtij skenari do ta quajnë unë kështu e quaj skenar i organizuar. Pami që Trump udhëtoi në Holland, në Hag, në mos gaboj, ku u bë takimi samiti i NATO-s dhe ku vendos që përqindja e GDP-s në raport me GDP në çdo vendi për mbrojtjen në NATO, kontributi do të jetë 5% i GDP-s. Ne kemi një GDP prej 23 miliard dollar, afërsisht Shqipëria, domethënë GDP informale, se ne kemi dhe GDP informale, nga puna gri, nga puna e zezë. Po kjo e formalizuara, që është rreth 23-24 miliard dollar, e përkthyer i bie që Shqipëria duhet paguaj mbi 100 milion, duket i bie 5%, kështu i bie mbi 100 milion,
duhet të jap dollar 130 milion, duhet të jap për NATO, për mbrojtjen. Tashi, ndërkohë që Trumpi është paraqitur si një plumbë i paqes, çfarë është ky shtim i madh i armatimit, kjo garë e madhe e armatimesh? Në një kohë që këta po përpiqen ta mbyllin luftën në Ukrainë, ndërkohë që këta e shitën këtë lindjen e mesme si pothuajse të mbyllur në një armë pushim, ndoshta afatgjatë. Tashi, çfarë është gjithë kjo armatosje që po bën NATO-ja dhe Evropa? Përse i duan këto armët apo kot kështu për lodra? Fred, për të dalë këtu, jam dakord me skenarin që ti the. Për sa i përket asaj, mund të jetë një teatër etj. Po duhet të shkojmë edhe një opsioni tjetër. Kjo është, ajo që ti the është në rastin ku mendojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sot aktualisht le të themi fuqi e pasfidueshme. Por nëse mendojmë, domethënë që kemi sot fuqi si Kina, si Rusia, që duam apo nuk duam, janë bërë sot pjesë e influencës tyre. 300 miliard dollar kanë buxhetin të dyja bashkë. Shtetet e Bashkuara kanë 1.1 trilion. Vetëm Shtetet e Bashkuara. Kupton çfarë diferencë ka? Po. Jo, diferencat pa para. Okej, ajo që duhet të them unë është që raketat hipersonike që u përdorën dhe prandaj them që duhet parë me kujdes kjo çështje. Thash jam dakord, mund të jetë ky variant dhe po është edhe varianti tjetër që ato gjithë bota e pa dëmin që shkaktuan raketat hipersonike. Raketat hipersonike kanë ndryshuar lojën, le të themi, lojën gjeopolitike. Pra janë një shpikje e re, se sa herë del në skenë një shpikje e re, ndryshohen dhe realitetet gjeopolitike. Ajo që pam është që Izraeli, nëse kjo luftë do të vazhdonte më shumë se 12 ditë, Izraeli do të çfarosej në kuptimin e goditjeve që po vinin një pas njëshme. Pra, duhet parë edhe në këtë kontekst gjëja. Ndërsa për sa i përket dhe për të dalë tek samiti i NATO-s, për batu do të them që NATO-s ju rikthye dedi, ju rikthye babai. Pra, unë nuk po them që Trump po i kërkon dhe nuk duhet lexuar sikur Trump po kërkon armatosjen e shteteve të NATO-s sepse kanë ndërmend që të fillojë një luftë, por që realisht ai ndjen që e ka këtë nevojë për deterrencë, në kuptimin që Rusia sot, thon kjo edhe nga goja e Mark Rutes, prodhon trefishin e armatimeve që prodhon NATO në një vit. Pra, e ka shndruar tërësisht industrinë. Janë mashtrime, janë mashtrime. Jo, nga Mark Rutte, unë po them referencë. Mashtrues, po ku ka, po Rusia tashin 150 miliard nuk i ka vajtur akoma buxheti. Po ti e kupton sa prodhojnë këta apo jo? Vetëm Anglia këtë vit. Jo, trilione, jam dakord me 20 e ca trilion BE-ja. Jam dakord me këtë. Po prandaj po janë mashtruesa moginjen për të paraqitur veten si inferior, si nemit pafajshëm, apo në këta apo në ky armiku tigri pre letre që kemi përballë, është duke na kërcënuar. Tjetë edhe strategji. Pinjeshtra mora për Evropa është. Po unë nuk e shoh si, le të themi, si një armatosje për të nisur një luftë re, këtë desha të thosh. Është një armatosje për deterrencë, një armatosje e cila lidhet me dëmtimin që ka patur deri tani reputacioni i perëndimit, se duhet thënë që ka patur një konsum. Do të sjell një rast me kandidati për president, ka qenë në 2011 madje ka qenë kur bëheshin këto garat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto primaret, ka qenë Newt Gingrich, që ka qenë edhe, le të themi, ai kryetari i kuvendit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur e pyetën, zakonisht presidentëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Fred, i bëhet një pyetje. Gjithmonë, të gjithë kandidatëve për president, çfarë do të bësh ti nëse Irani bllokon ngushtisën e Hormuzit? Dhe e dini cila ishte përgjigjja e Newt Gingrich ndryshe nga të gjithë tjerët? Tha, shiko në çpik na ka çuar Obama. Sa Irani e çon në përmend që mund të mbyll ngushtisën e Hormuzit. Pra, unë përpiqem ta lexoj edhe në këtë mënyrë gjën.
Pra, mund të jemi te skenari i teatrit, te skenari i shfaqjes si dobët Shiko, për arsye Evropa e ka mbi 20 trilion dollar GDP-n. E ka gati me Amerikën, e ka është e dyta Evropa. E ka 23, 24, 25 mund ta ketë trilion dollar GDP-n. Kina e ka 19 ose 20 trilion. 23 trilion. 2.5 për llogaris, jo 5%. Se me 5% i bie 700 miliard dollar i shkon 800 miliard dollar i shkon buxheti tashi vetëm Evropës. 800 miliard dollar, 6 fishi, 5 fishi i Rusisë. Më kupton? Po ky është buxheti i mbrojtjes gjoja, jo i sulmit, asnjëherë Evropa i ka vetëm për mbrojtje. Buxheti i mbrojtjes së Evropës është i padeklaruar. Ata gënjejnë që thonë 5%. Ata mund ta kenë tash 15% të GDP-s. Pse? Sepse Rothschildet që kanë gjithë parën e botës që është prerë këto 300 vjet, që pritet, jepet popullatës dhe rikthehet, se parja me qira është, çdo para që kemi ne që përdorim është me qira. Nuk është parja jonë, në shkuptim. Ajo para është prerë dhe është ndarë nga dy burime. O nga shteti është dhënë borx, nga këta që janë pronarët e kartës, që prodhojnë para nga hiçi. Këtu është gjithë tembra e akilit të këtij lloj sistemi ku ne jetojmë, të këtij lloj matriksi që ka ndërtuar këta. Ne, i dashur Edi, nuk duhet të paguajmë as taksat e tatime, ne populli. Çfarë janë këto taksa e tatime? Çfarë është njeriu? Është kontrollori i planetit, i të gjitha qenieve të tjera, kështu i bie skllav i planetit më i madhi. Paguajnë trishtilat dhe zogjt dhe balenat edhe krokodilat taksa, edhe uqrit edhe arint. Njeriu, qenia që duhet të jetë më e lirë, ai që ka trupin si njesh i vetmi, që është njesh i planetit, është skllav, paguan taksa dhe tatime. Kujt ja paguan këto taksa e tatime? Kujt? Pse duhet paguaj njeriu taksa e tatime? Njeriu duhet punoj dhe duhet jetoj. Jo, duhet të paguaj që t'i bën shërbimet, që t'i bën rrugët. Po, rrugët bën. Si? Merr emisionin e paras, ta marr shteti në kontroll, ne na e prodhon para në Franca. Edhe e Bankës Qendrore, borx. Ata presin letër nga ajri, me zero kosto, e ta japin ty borx. Kush e ti që më e borx mua? Unë e pres vet. Unë jam shtetim. Dhe ti për 10 vjet ose 15 vjet ose se varet. Një paket ta japin për 15 vjet, një paket për 20 vjet borx, një paket për 3 vjet afat shkurtër. Tash i gjithë to para kur kthehen ke ai që e ka prerë, në fillim kanë qenë inflacion ato. Më kupton? Nuk janë kthyer në muskujt të ekonomisë. I marrim ne, punojmë, sfilitemi atë para me qira dhe ja u rikthejmë prap këtyre. Pronarve me puro që pinë tërë ditën puro, me ato leshkat me drejt ka kështu dhe rinë, edhe punojmë në sklevrit dhe ata marrin parat, i fusin në për magazina dhe këto parat tashi i nxjerrin, ja japin Izraelit të bëj luftë, ja japin Rusisë po që se ata duan, se është kjo skem që klubi Romës ka ngritur për të ndarë botën në 10 rajone. Mirë po kjo s'bëhet do të me paqe, do bëhet me luftë. Edhe i japin dhe Putinit. Ku i gjeti parat Putinit? Putinit 20 miliardë e ka pasur kur filloi luftën atë buxhetin e mbrojtjes. 20 miliardë. Çfarë është 20 miliardë? Një qime hundës të perëndimit. Saudia e ka pas më shumë. Tashi e ka bërë 150 miliardë. Edhe po kërcënon botën. Kur sot me 2.5 vetëm Evropa e ka 500 miliardë, 4 fishi, 3 fishi. Më kupton një Putinit që është në kulmin e po ka që është i deklaruari, tash unë po të them që vetëm Britania mund të jetë armatosur këtë vit me $1 trilion. Sa Amerika? Vetëm Britania, se i kanë dhënë paret Rothschildet, i kanë nxjerrë nga magazinat na, edhe gënjejnë thonë, e kemi 2.5, po do përpiqemi ta bëjmë 3% deri në janë gënjeshtra të gjitha valla. Gjermania po shkon ke 500 miliardët e deklaruara, kurse pa deklaruara mund të jetë edhe Gjermania 800 miliardë. Gati $1 trilion investime në mbrojtje. Pra,
Evropa është shumë e fuqishme dhe unë qesh kur thot ndonjëri thot Evropa është e mbaruar. Jo, absolutisht. Evropa është nëna e luftrave. Evropa ka bërë luftra që të tjerët si kanë imagjinuar dot, as kanë ekzistuar kur i bënte luftrat Evropa. Evropa s'di të luftoj, Franca s'di të luftoj, Anglia s'di të luftoj, Gjermanët s'din të luftojnë, ata e kanë adërne luftën. Ata vetëm me luftë janë rritur dhe janë zhvilluar. Prandaj, këto janë një çikë teatro, për mendimin tim, të luajtura nga një regjisor, edhe ne shprejmë atë që shikojmë, pa e ditur se kush janë levat që i shtyn këto gjëra të padukshmit, ata që japin parat. Për të padukshme si jam, për të padukshme një ti. Unë flas për Jo, mirë, dakor. Unë mendoj që janë duke u krijuar 10 rajonet që ka krijuar Klubi Romës që në vitin 70 dhe Rusia do marr Ukrainën, Polonin, Çekin, nuk e di këto Ungari, Rumani, duhet ke martën se janë artat e 10 rajoneve të botës si do ndahet. Do marr vendet baltike. Do i marri tani me rendin e ri që po krijohet. Dal nga dalja, deri në vitin 2030-32. Se ata deri në 2030 e kanë caktuar agjendën e rendit të ri botëror, quhet agenda Rockefeller, sepse Klubi Romës komandohet nga Rockefellerët, që janë një nga veglat e Rothschildëve. Më kupton? Edhe janë përfaqësuesit e interesave të tyre në Klubi Romës, dhe këta të gjithë bazohen ke eugenizmi. Baza e të gjitha politikave është lufta kundër demografisë natyrale për rritjen e numrit të njerëzve, sepse nuk ju duan hamësit e tepërt, sepse nuk i kontrollojnë dot, sepse bota kalon në kaos, dhe këta gjithë synimin e kanë që rendi ri botëror më 2030 e mbrapa të vi me depopullim, të vi me kontroll nëpërmjet paras digjitale dhe mikroçipimit, edhe bota të ndahet në 10 rajone, ku do jenë 10 përgjegjës, të cilët do mblidhen në atë klubin e tyre në darkë, e do talin trapin me ne, si ja u bëm atje, do më dhënë duke u hequr sikur na mbrojnë interesat ne, edhe në fakt na e futin, si që a futi Ajatollahu tash iranianëve, sepse Ajatollahu po bën lojën e atyre, pse se ishin ata? Pse kishin problema ata t'i binin Ajatollahu, ta eliminonin dhe ata ta ishnin? Jo. Atyre s'u intereson, ju intereson dhe ca kohë, sa ka jeta ai të vazhdoj aty, të vazhdoj këto politikat agresive të Izraelit, dhe t'i jap atut ligjore në thonjza Izraelit për të avancuar në drejtim të lindjes për të krijuar Izrael në madh. Kjo është gjithë loja për mendimin tim. Trumpi redi foli në atë deklaratën që bëri aty ke NATO-ja, dhe Trumpi, si që quajtet ti, Dedi Trump. Daddy's home. Dhe foli një çik edhe për Ballkanin, për Kosovën, për Bosnjën. Dhe tha që ne jemi të angazhuar dhe njëkohësisht la të kuptohet që përfaqësuesi jonë në Ballkan është Turqia, e cila mori komandën e KFOR-it tash në Kosovë, në veri të Kosovës, dhe si e mendon, do jetë rajoni jonë në çik i qetë, apo do të ketë probleme edhe këtu në kuadër të kësaj agjendës 2030 për rendin e ri botëror? Si ta merr mendja, do të ketë konflikte përsëri në ish Jugosllavi, në territoret e ish Jugosllavisë, apo do të ruhet kjo statu quo-ja? Për mua, do më thënë, thash për mënyrën si e shoh unë nisur, do më thënë jo nga projekti, por nisur nga të dhënat që unë shoh, se ato thash është po dhe padukshme për mua. Nisur nga ajo që ne shohim icebergun, ti nga lart, unë nga poshtë. Nisur, thash, në logjikën se si po ndodhin gjëra, dhe nisur edhe nga ai projekt që ti sa po fole, se më bëri përshtypje që sipas atij projekti Ukraina, Çekia, Polonia do t'i kthehen. Çeki nuk jam i sigurt, po Polonia do të kthehen në influencën e Bielorusia, vendet baltike, edhe Finlanda. Po të shikosh, Rusia ka vendosur 100.000 trupa në Finland. I ka vendosur këto kohë të fundit. Besoj që dhe Ballkani është në tavolinë, trazim. Në tavolinë
për tu riformatuar edhe një herë në kuadër të këtyre zhvillimeve të reja gjeopolitike. Shikojmë, dje lexova që Gjermania kishte vendosur që ta zgjas praninë e trupave të saj në Kosovë edhe për një vit. Erdoganin e dëgjova se sa kohë të jetë NATO dhe KFOR në Kosovë, nuk do të ketë trazira në Kosovë. Çka do të thotë në një farë mënyre që frika është se mund ndodhin. Frika është se mund ndodhin, por a do të ndodhin apo jo dhe sa i aftë do të jetë sot perëndimi t'i bëj ballë një konflikti që mund t'i ndodhi në borrin apo Europa në borrin e saj, kjo duhet parë, por rikonfigurohet e gjithë, le të themi, e gjithë gjeopolitikisht e gjithë bota. Pra, dhe unë e lidh me këtë, me rishfaqjen në tavolinë të fuqive të reja, fuqi që bëjnë të mundur rindarjen e botës tashmë në kuadër të një bashkëpunimi të ri, në kuadër të një rendi të ri. Pra kemi një rigrupim dhe një rreshtim të fuqive botërore, e cila do të prodhojë edhe një rikonfigurim të hartave. Dhe kjo puna e hartave që pak a shumë t'i sollen tavolinë, për mua është shumë e mundshme, për shkak të këtij rikonfigurimi të ri. Ka ndodhur gjithmonë që sa herë, domethënë, është shkatëruar një fuqi e madhe, ka ndodhur rikonfigurim. Dhe sa herë është rikthyer në tavolinë një fuqi e madhe, pushteti nuk një vakum. Sërish ka vakum pushteti as gjikundi. Gjithmonë ikën një lloj fuqie, vendi mbushet me një fuqi tjetër. Kjo është karakteristika e shoqërive njerëzore. Ajo që e goditi linjën e mesme, domethënë pas rënies Bashkimit Sovjetik, ajo pranvera arabe që thonë, ishte pasojë e, le të themi, zhdukjes së rolit të Bashkimit Sovjetik në territor. Rikthimi i Rusisë në tavolinë, sepse Trump, Putin, negociatat që u bën në Riyadh për Ukrainën nuk kanë qenë vetëm për Ukrainën, kanë qenë për gjithë botën, se siç e tham, negociata për Ukrainën do të thotë negociat për ta rikthyer Rusinë në tavolinën e madhe gjeopolitike. Madje Trump e kërkoi edhe në Kanada, tha pse se keni ftuar Rusinë në G7 në takimin që bëri. Dhe po të mos e kishit përjashtuar, tha nuk do të ndodhte kjo që ndodhi. Pra, ajo që po them është sa herë zhduket një superfuqi ka rikonfigurim të hartave, dhe sa herë rikthehet një superfuqi, siç është rasti i Rusisë në rastin konkret, është nisur nga të dhënat empirike që unë shoh, nuk flas për ata. Pra Rusia, për mua negociatat që Trump bën me Putinin për Ukrainën janë negociata që Trump bën me Rusinë për ta rikthyer ose jo në tavolinën e madhe të ndarjes së interesave. Kështu që sa kohë them është rikthyer Rusia, ka dalë dhe Kina këtej, pa diskutim që do ketë rikonfigurim të hartave botërore, do kemi një botë krejt tjetër, mbas edhe në 2030-ën siç e theti. Shiko, Redi, si e shikoj unë, kur këta gjithmonë kanë nevojë për policin e mirë, policin e keq, që të mbajnë njerëzit në tension nga një përplasje. Kjo ndodhi gjatë kohës së luftës së ftohtë, ku bloku sovjetik nuk ishte në gjendje të konkuronte me perëndimin, sepse këta që kishin paran, financat, sepse parat Rusia i priste ke në perëndim, ke Rothschild. Edhe Bashkimi Sovjetik. Edhe Bashkimi Sovjetik i ka prerë ke këta, kupton. Dhe pse ra Bashkimi Sovjetik? Ra për shkak të ineficiencës? Jo, absolutisht jo. Ra për shkak të deflacionit të madh që i shkaktuan, sepse nuk i jepnin para dhe projektuan për ta rrëzuar, për të ndryshuar këto skemat e lojës. Dhe ishte i pafuqishëm bloku lindor të përballeshe në të gjitha aspektet ekonomike, GDP-n, fuqinë me perëndimin, dhe këta tash menduan një skem tjetër. Fuqizuan Kinën, se këta e fuqizuan dhe Kinën. Kjo pakicë bankierësh dhe këta projektuesit e politikave që më përpara
dhe software dhe hardware, pra dhe shpikjet dhe fabrikat, këta i kishin në vendet e tyre, që ishin vendet e botës së parë. Këto vendet e tjera, po thuaj se si bota e dytë dhe bota e tretë ishin gati në të njëjtën nivel. Këta fabrikat i transferuan hardware-et në vendet e botës së dytë, në Kinë dhe në Indi, ku krahu ishte i lirë me këtë justifikim, dhe rriteshe fitimi i investitorëve të perëndimit, dhe këto vende u zhvilluan, duke rritur produktin e tyre kombëtar, filluan të investonin dhe për mbrojtjen dhe të rrisnin ato aspiratat e tyre imperialiste. Sepse ka kapitalizëm, ka dhe imperializëm. Kapitalizmi është me ligjet ekonomike dhe me rregullat ekonomike ti të mbash një shoqëri brenda territorit tënd politik, dhe imperializmi është të shfrytëzosh burimet e botës së tretë, duke intervenuar qoftë edhe ushtarakisht, me shërbimet sekrete, me financat, me duke shtë në dorë politikanët dhe duke e mbajtur në kontroll një vend. Dhe ky është imperializmi. Të përfitosh duke mbajtur sklever për të mbajtur atë habitatin tënd politik atje, shtetin tënd. Dhe tashi çfarë ka menduar Perëndimi që të ketë balanca? Këta lejuan krijimin e BRICS-it. Pra, vetë Rusia nuk mund të konkuronte dot me Perëndimin, se s'ka kapacitete, as njerëzore. 150 milion nuk është Rusia. Vetëm Evropa është 700 milion gati. Amerika është 350 milion, pra shkojnë 1 miliard. Pa llogaritur Australinë, Japoninë, këto ekonomitë e tjera që janë të integruara me Perëndimin. Dhe këta menduan që të bëjnë një blok më të madh, që të jetë pak a shumë bota në ekuilibër mes tyre dy bloqeve, dhe lejuan krijimin e BRICS-it, ku hyn 3 shtete të mëdha të fuqishme si India, Kina dhe Rusia, por Rusia 1.6 miliard dollar, kështu trilion dollar e ka GDP-n. Nuk i shkon këtë dyshi, 1.8. India e ka 3.5, më të vogël se Gjermania. Gjermania e ka 4.5 trilion. Kina e ka 19. Pra të treja këto shkojnë në as 23, sa që ka vetëm Evropa. Pa llogaritur pasaj dhe Amerikën. Pra, fuqia e Perëndimit është shumë më madhe se këta. Prapë është 2 fish. Pa diskutim. Në mos edhe 3 fish. Dhe bota duket sikur gjoja është në ekuilibër edhe do mbajnë këto kërcënimet, këte thonë ne kemi vlera të tjera, bazohemi ke vlerat shpirtërore, morale, ke familja, këte janë këta LGBT-ra, del kjo mostra, kjo që është kjo një pasgjedhur, ku di unë kështë zgjedh një von der Leyen, që është një kot aty, një idiote, del i thot ati të Hungarisë presidentit e gjova këtë debatin da shpardje, baj ato paradat e LGBT-ve, mbrot LGBT, i ka mbetur ora ke LGBT, kuptojnë që mund të jenë 2% e populatës me këto devijimet seksuale që ata kanë. Edhe në pyetjet fundit Redi, për ta mbyllur, se edhe ti ke punët e tua, mos të mbaj shumë, presidenti Trump firmosi një dekret ku do të ndjek politikat që kanë filluar qysh me presidentin Bush Junior në lidhje me rajonin tonë dhe me Shqipërinë që na intereson edhe Kosovën, ku do të vazhdoj lufta kundër aktorëve politik të korruptuar për të ndjekur ato linjat e vjetra të domethënë mbas vitit 2001 të politikës administratës shtetit, për të mos ju dhënë viza, për të shpallur non grata, për të bllokuar pasuritë kudo që i kanë për personat që ata i shpallin si persona që i kanë vënë pasuritë në korrupsion. Pra, megjithëse u duk sikur Amerika po hynte në izolacionizëm, këtu nuk ka vendosur ende një ambasador. Pra, duket si një vend i botës së tretë, po na trajtojnë duke mos vënë as ambasador. Ndërkohë, në lidhje me këto që sa po ju thash, me këto politika që po na trajton, duket sikur ka një lloj interesi. Është interes për sundim, për të bërë presion politikanëve shqiptar nëpërmjet këtij instrumenti që fuqia e Amerikës të ruhet dhe këtu duke i kërcënuar, apo bëhet për interes të popullit shqiptar
dhe për një të mirë të demokracisë, për të luftuar korupcioni ose vjedhja e popullit. Ndërkohë në Shqipëri korupcioni ka ecur në mënyrë galopante. Këta rilindasit, ta mjeshtrat, edhe këta qa quhen këta që me sytë me xixa, me reze lazer që thot ky, qa quhen këta që më të ndjekin ty ku e pi kafen, më ndjekin mua, qa quhen këta patronazhistët. Dhe këta vazhdojnë të grabisin dhe të vjedhin në Shqipërinë, në asnjë ministri, në asnjë institucion, në asnjë agjenci, nuk të bëhet shërbim në qoftë se si e prysh vet. Është bërë hapur. Unë kam vënë raste për shembull që jemi interesuar për të zhvilluar një aktivitet ekonomik, njerëz që janë rreth rrotull me që mi thonë, dhe ata nuk japin përgjigje pa pyetur këtë të madhin, ç'a të bëjmë? Ky është në kontroll çdo gjë, edhe një dritare të shtoshti atje në Katunt, në Shijak, ke atë shtëpinë e babës ose unë atje në Korç, duhet me marrë lej këtij mbretit. Ka marrë në sundim tërë territorin. Asnjë gjë nuk bëhet pa pyetur këta. Edhe kur i vete ndonjëri që s'u kërkojnë dot rishfet, siç e ti unë, për shembull që jemi njerëz publik, të thonë ne, mashallah, se marrim ne rishfet. Por ku e ke bërë këtë plan në studimit ti? Ja ke kompania shqiptare që ka 30 vjet, 40 vjet e suksesshme. Jo, po duhet ta bësh ke filani. Duhet shkosh vetëm ke filani. Ke filan studio ligjore, vetëm ke ata. Po sa është ati këta 5.000 euro më marrin mua, ata duan 5 milion euro. Nuk i dim në këto gjëra se sa kërkon, por ti duhet shkosh ke ata. Ke ata. Ne nuk. Masallah nuk përfshihemi në korrupsion, por ti do paguash atje 2 milion ose 3 milion dollar, një punë që ta bën një shqiptar këtu edhe ta bën më të mirë. Sepse e di se janë kërkesat për tregë, kështu si i duan njerëzit pallatet, ata ta bëjnë me sa rreth, ta zën pamjen e dritës. Kjo interesimi për i Shtetet e Bashkuara për Shqipërinë, si e mendon? Kjo puna e sundimit, domethënë, ta përdorin dhe ne përdorim atë fjalën për ruajtjen e primatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës etj etj. Por nisur nga politikat publike të Shtetet të Bashkuara të Amerikës, ka një projekt prej vitit prej 90-s, i cili tenton që të gjithë Ballkanin Perëndimor, apo le të themi gjithë vendet e ish Jugosllavisë plus Shqipëria të integrohen drejt Bashkimit Evropian. Pra është një projekt sot i bie domethënë 35 vjeçar. Për të integruar në burgun e madh të Bashkimit Evropian. Në Bashkimin Evropian, kjo bëhet ideja është që korrupsioni mbetet plaga më e rëndësishme që kanë këto vende, ndaj përmes këtij urdhri ekzekutiv, Trump vazhdon dhe zgjat me një vit të njëjtat politika që deri tani kanë patur Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Ballkanin Perëndimor. Çka do të thotë që nuk ka ndryshuar asgjë për sa i përket mënyrës se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës i qasen Ballkanit. Po ndërkohë je dakord me të konstatimin tim për korrupsionin që është nivelet më të larta, si ka mundësi këta kërcënojnë këtë me çekiç, këta rritin korrupsionin. Ky është bërë i papërballueshëm. Jo, Shqipërisë ju hapën dhe negociatat. Domethënë, nëse e shikojmë në këtë kontekst, Shqipërisë ju hapën negociatat. Domethënë, u quhet që ka luftuar korrupsionin. Pa plotësuar asnjë kusht për shkak të situatës që u krijua në Ukrainë. Pra, vim tek pjesa që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i intereson sot që Ballkani të integrohet në Bashkimin Evropian, sepse e konsideron të stabilizuar këtë rajon në momentin që ky rajon do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo është arsyeja pse investohet në këtë pikë. Kjo pjesa e korrupsionit ne diskutojmë po duash, po flas si vizion i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ata mendojnë që dhe kjo është e rëndësishme dhe kjo duhet thënë. Duhet thënë që ata i mbeten të njëjtës qasje që kanë patur prej 90-s. Integrimi i Ballkanit Perëndimor dhe i gjithë Ballkanit në Bashkimin Evropian mbetet prioriteti i tyre, dhe kjo thash për arsye se shkrirja e ish Jugosllavisë prodhoi shumë konflikte që mund të kenë potencial për të shndruar nesër në arsye për destabilizimin e këtij rajoni, destabilizim që mund të prodhojë edhe destabilizimin e Europës. Ndaj këta investohen në këtë
a do ja dalin apo jo? Unë mendoj se nisur nga ajo që nisur nga premisa që ti sodhe në tavolinë, që lidhet me faktin që perëndimi vazhdon të jetë ku e ku më i fuqishëm se sa pjesa tjetër e botës, besoj se e ka fuqinë ta bëj. Gjithsesi, unë thash, kam ajo që të solla këtu me shembull që solla me Newt Gingrich, që tha që kur Irani, domethënë, e mendon këtë gjë, kjo është humbje për ne. Pra, Irani as që duhet ta mendonte bllokimin e ngushtisë së Hormuzit, fakti që Rusia mendon të pushtojë Ukrainën dhe Irani sulmon me raketa hipersonike Izraelin, tregon që ka një betejë reale, flas të dukshme, po analizoj të dukshmen, jo të padukshme, ka një betejë reale që nuk e dim. Dhe frika e madhe është që kjo betejë, domethënë të arrijë të dizintegroj apo të rindez edhe konflikte në rajonin tonë. Ajo që nisëm të bisedojmë, prandaj foli Erdogan, prandaj edhe gjermanët shtyn edhe me një vit praninë e 500 ca trupave në Kosovë. Kështu që duhet parë. Për mua ky është vizioni, duhet thënë që Shtetet Bashkuara të Amerikës i qëndrojnë atij vizioni për Shqipërinë. A do ketë forca tjera që do ta tentojnë ta pengojnë këtë vizion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pasur më pas një rikonfigurim të Ballkanit edhe në kuadër të fuqive të reja që kanë ardhur në tavolinë? Atëherë kjo mbetet për të parë dhe duhet parë me kalimin e kohës. Po për momentin, ky është vizioni amerikan. A do ketë një përpjekje nga ana e Rusisë apo qoftë edhe Kinës, se duket që është larg, po ekonomikisht është futur goxha edhe në Ballkanin perëndimor, për ta penguar këtë gjë, dhe kjo duhet parë. Vazhdimi i politikave me shpallje non grata dhe me reforma në drejtësi, ku synohet goditet pikërisht element që shkojnë kundër interesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mendoj që vazhdon të jetë dhe të mbetet e njëjta qasje. Mirë, faleminderit Redi, mendoj ta mbyllim këtu. Kënaqësi Fred, si gjithmonë. Je mirëseardhur gjithmonë. Të nderuar shikues, ishim këtu me Red Barakun, gazetarin në NTV, televizion, Nesër TV, kështu e ka? Ka qenë Nesër, tash është në TV. Është thjesht në TV. Para se ta mbyllim, edhe njëri kujtoj ata që ende kanë haruar t'i bëjnë një subscribe kanalit, të mos harrojnë. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në emisionet e radhës. Tum tum.